të gjitha bizneset që ekzistojnë në Kosovë duhet me shku në atë kë, me nxjerrë një vërtetim në cilin shënon qarkullimi i biznesit edhe numri i punëtorëve dhe me u dorëzu në Kesko. Ne nuk mundemi me ditë, ai butik, ai ka disa filiala të tjera nëpër Kosovë. Ministeritin është afati i fundit që duhet modërzu. Unë e shpjegova në fillim. Ka kompani të cilat i kanë për shembull 55, 60 punëtorë ose 62, kanë fillu me i hjek ato, unë ndigjova dje. Me qenë se është përfaqësuesi Keskës tu edhe zotri Pepa e përmendit që gjitha informatat i kanë edhe janë rreth 1000 biznesi që kanë mu afektu. Atëherë cila është logjika që mu detyru me një njoftim të Keskës që ka dalë dje, të gjitha bizneset që ekzistojnë në Kosovë duhet me shku në atë kë, me nxjerrë një vërtetim në cilin shënon qarkullimi i biznesit edhe numri i punëtorëve dhe me u dorëzu në Kesko. Që realisht këtë shërbim atë këja nuk e ofron. Pse? A më i veç pak shtë me se po më duket më keq kuptove. Unë thash 1000 bizneset cilat janë potencial, se ne alojemi Ama ti allurimit e vet nuk jena pa analizë. Ti i kallzove ati që jemi e kena bu analizën ta s'po të konvenon analiza. Jo, analizën e kemi, edhe e kemi nuk është e sakt përfundimisht përdesa nuk i marrim informatat. Veç shumë pyetje e mirë. Po, ne kemi analizat. Se një butik, pse keni ngarku, një butik me shku, Kesko, ATK, Kneani, ati çfarë procedure është, e 10 e bizneseve është. Jeta në vende të ndryshme, ekzistojnë legjislacione të ndryshme që është rregullu kjo. Në shumë vende është vendoset një tavan i konsumit. Edhe dihet që mbi çat konsum dalin konsumatorët në treg lirë. Po të na ligjet kur janë bo, e kanë bo 10 milion qarkullim vjetor edhe 50 punëtor. Është ligji që e ka përcaktu. Po është e vërtetë që titulli i njoftimit ka dalë i tillë, po nëse lexoni njoftimin brenda, kërkohet kushdo me vazhdu furnizimin me tarifa të rregullume, është i obliguar me sjell këtë dokumentacion, përndryshe ne nuk mundemi me ditë, ai butik, ai ka disa filiala të tjera nëpër Kosovë, edhe ka më shumë se 50 punëtorë. Për me u siguru, është domethënë organi kompetent në këtë rast ATK-ja. I bjen që kush nuk e bjen, penalizohet, s'ki qare pa e pru, 100.000 biznese kanë me pru. Unë e spjegova në Sot një fillim. javë është afati i fundit. Sot një javë? Sot një javë, ministeritin është afati i fundit që duhet modërzu. Unë e spjegova në fillim. Kompani që kanë fillu me zvoglu numrin e punëtorëve shkaku i kësaj. Kjo kështë mujtë më zgjidh shumë lehtë. Është 50 punëtor ose mbi 10 milion. Është kriteri, po. Njërin prej kushteve. Njërin prej kushteve. Kriteri kështë mujtë më zgjidh shumë lehtë. Zëni Ramoni që the Ka kompani të cilat i kanë për shembull 55, 60 punëtorë ose 62, kanë fillu me i hjek ato, unë ndigjova dje. Do të thonë, për shkak të kësaj, për shkak se s'dojnë me dalë, se e dinë që çmimi i energjisë do të jetë më i lartë, edhe kanë fillu me i hjek. Shkojnë ATK dhe po thojnë hekmi. Edhe kanë me hjek, kemi pa, do të thonë, sidomos biznesin ta quajt vogël të mesëm. Veç ta kanë nuk i largojnë për punë, por rritet informaliteti. I mojnë zez, derisa me Covid e kritu inkuraju kontrakt, dhonja e kontratës, subvencionimi, po dekurajohet.